Horoskopi i parave për muajin nëntor. Ndërsa fundi i vitit afrohet dhe festat janë pranë, është e zakonshme që puna të bëhet më ngarkuar dhe financat të jenë më të kufizuara. Astrologjia e nëntorit sjell disa momente të rëndësishme kozmike që mund të ndikojnë edhe më shumë në çështjet e parave dhe karrierës. Dashi. Hëna e plot më 5 nëntor është një nga momentet më të rëndësishme financiarisht për ju këtë vit, dhe është koha e duhur për të avancuar në punë ose qëllime financiare që nuk janë realizuar ende. Shkëputni dyshimet dhe kanalizoni ankthin në motivim. Sezoni i akrepit ju nxit të shqyrtoni financat tuaja, dhe Mërkuri në prapavi ju jep një arsye të mirë për të rivlerësuar borxhet që keni ose që ju detyrohen. Hëna e re më 19 nëntor është koha ideale për të përballuar faturat ose shpenzimet e papritura, dhe nëse jeni me fat, mund të vinë të ardhurat të papritura. Demi. Hëna e plot në shenjën tuaj më 5 nëntor ju motivon të vendosni burimet tuaja në rregull përpara festave, duke qenë një kohë e mirë për të avancuar në objektivat e kursimeve ose lëvizjet e biznesit. Fal Mërkurit në prapavi, borxhet e papaguara mund të rikthehen në mes të muajit, qoftë nëse i detyroheni ju dikujt apo dikush juve. Përfundoni biznesin dhe qartësimi i situatës në 3 ditët e fundit të muajit është më mirë se sa t'i lini gjërat të grumbullohen. Binjakët. Ky muaj sjell energji të mirë në jetën profesionale dhe financiare, duke rritur vetbesimin për të përballuar përgjegjësitë dhe për të ecur përpara. Hëna e re më 19 nëntor është koha perfekte për të përfunduar detyrat e ngecura dhe për të nisur zakone produktive të reja. Fundi i muajit është i favorshëm për investime në qëllime afatgjata profesionale, veçanërisht pas përfundimit të Mërkurit në prapavi. Gaforria. Mars hyni në zonën tuaj të punës dhe rutinës më 4 nëntor, duke ju bërë më të motivuar për të përfunduar detyrat profesionale dhe për të marrë përgjegjësitë financiare. Kujdes ndaj çrregullimeve të orareve që mund të krijohen nga Mërkuri në prapavi nga 9 nëntori. Pas hënës së re më 19 nëntor dhe fillimit të sezonit të shigjetarit, pasione dhe vetbesimi do t'ju ndihmojnë të zgjidhni çdo pengesë. Luani. Hëna e plot më 5 nëntor ju inkurajon të vazhdoni të punoni drejt qëllimeve profesionale. Mos dyshoni në vizionin tuaj. Mërkuri në prapavi mund t'ju detyrojë të riktheni projekte ose ide të vjetra që nuk kanë funksionuar më parë, duke ju dhënë mundësinë të përfitoni nga ato eksperienca. Sezoni i shigjetarit sjell frymëzim për të kthyer hobit në të ardhura. Virgjëresha. Nëse keni takime ose ide për të prezantuar, filloni para 9 nëntorit kur nis Mërkuri në prapavi. Java e parë është e favorshme për çështje financiare. Hëna e re më 19 nëntor ju ndihmon të shihni informacionin e vjetër nga një kënd i ri dhe të kanalizoni këtë qartësi në punën dhe financat tuaja. Peshorja. Parat janë në mendjen tuaj gjatë gjithë muajit. Hëna e plot më 5 nëntor është një moment i mirë për të rregulluar çështjet financiare që keni lënë pas dore. 6 nëntori do të jetë një ditë ku do të shpërbleni veten. Kujdes nga keqkuptime gjatë Mërkurit në prapavi dhe jini të kujdesshëm me investimet më 19 nëntor. Akrepi. Sezoni i akrepit sjell mundësi për të mbyllur kontrata ose partneritete. Hëna e plot më 5 nëntor dhe Marsi në zonën tuaj financiare një ditë më parë janë ideal për këtë. Mërkuri në prapavi nga 9 nëntori kërkon kujdes me shpenzimet, ndërsa hëna e re më 19 nëntor sjell qartësi dhe mundësi të reja. Fundi i muajit sjell frymëzim krijues për projekte të reja. Shigjetari. Marsi hyn në shenjën tuaj më 4 nëntor, duke dhënë energji për të arritur qëllimet profesionale dhe financiare. Hëna e plot një ditë më vonë tregon ku mund të rregulloni rutinën për të qenë më produktiv. Mërkuri në prapavi nga 9 nëntori mund t'ju vështirësoj komunikimin dhe shprehjen e vizionit. Sezoni i shigjetarit sjell energji dhe qartësi për të kapërcyer pengesat. Britsjapi. Sharmi dhe tërheqja në punë janë në nivel të lartë gjatë javës së parë të nëntorit. Hëna e plot më 5 nëntor sjell krijimtari shtesë. Hëna e re më 19 nëntor mund të sjell mundësi të reja me kontaktet profesionale të vjetra. Fundi i muajit është ideal për të rritur ritmin në karrierë dhe financa. Ujori. Karriera ka përparim të madh këtë muaj, veçanërisht kur afërdita hyn në sektorin profesional më 6 nëntor. Kujdes ndaj konkurrencës së tepruar me kolegët në mes të muajit. Hëna e re më 19 nëntor sjell zgjidhje dhe fundi i muajit është i favorshëm për investime dhe lidhje profesionale afatgjata. Peshqit. Karriera ngroh këtë muaj, sidomos kur Marsi hyn në sektorin profesional më 4 nëntor. Mërkuri në prapavi nga 9 nëntori mund të sjell vonesa dhe keqkuptime.
Sezoni i shigjetarit ndihmon të veproni dhe të përballoni çdo sfidë financiare. Saturni në shenjën tuaj në gjysmën e dytë të muajit sjell durim dhe qëndrueshmëri për të realizuar çdo objektiv. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.